Kur studiojmë Biblën dhe arrijmë të kemi besim, ne nuk po përpiqemi të mësojmë ndonjë lloj teorie apo sistemi teologjik. A nuk po përpiqemi të arrijmë në kuptimin e saktë rreth shpëtimit? Në epokën e Atit, Perëndia përdori emrin Jehova dhe në epokën e Birit, ai përdori emrin Jezus. Në epokën e frymës së shenjtë, ai erdhi në këtë tokë me emrin e ri Krishti Ahnsahnghong. Çfarë duhet të krijojë ai? Është profetizuar se ai do ta rindërtojë Sionin. Kjo duhet të realizohet. Meqense është shkruar se Perëndia do ta themelojë Sionin, Sioni do të themelohet me siguri. Le të shqyrtojmë profecinë për themelimin e Sionit duke ju drejtuar Mikeas kapitulli 4, vargu 1. Por në kohët e fundit do të ndodhë që mali i shtëpisë së Zotit do të vendoset në majën e maleve dhe do ngrihet përmbi kodrat, dhe aty do të vinë popull. Në ditët e fundit do të ketë një vend ku njerëzit do të dynden. Vargu 2. Do të vinë shumë kombe dhe do të thonë: "E jani, të ngjitemi në malin e Zotit dhe në shtëpinë e Perëndisë të Jakobit. Ai do të na mësojë rrugët e tij." Kur do të ndodhë kjo? Në ditët e mbrame. Kush do të vijë dhe do të na mësojë? Perëndia do të vijë. Në cilin mal? Ai do të na mësojë rrugët e tij dhe ne do të ecim në shtigjet e tij. Sepse nga Sioni do të dalë ligji dhe nga Jeruzalemi fjala e Zotit. Është shkruar se në ditët e fundit, Perëndia do të na mësojë ligjin e tij në malin e Zotit, domethënë në malin Sion. Sioni është një vend shpirtëror i themeluar nëpërmjet festave. Atëherë, cila kishë kremton festat e Perëndisë? Duhet ta konfirmojmë këtë çështje fillimisht. Cila kishë i mban shtat festat në 3 kohë dhe festën javore të ditës së shtunës? Është shoqëria e misionit botëror Kisha e Perëndisë. Shumë krishtër të remë dhe profetë të remë shfaqen në të gjithë botën, por ajo që Perëndia kishte profetizuar në Bibël nuk dështon kurrë. A ka ndonjë që e themeloi Sionin me ditën e shtunës dhe Pashkën? Nëse ai është Perëndi, çfarë duhet të bëjë ai? Ai duhet të themelojë Sionin. Është Perëndia ai që themelon Sionin. Për të themeluar Sionin, a nuk duhet të sjellë ai të vërtetën e festave të beslidhjes së re? Gjithashtu, kur duhet të shfaqet, ai do të shfaqet në ditët e mbrame. Kur studiojmë profecinë të Mateu kapitulli 24 për ardhjen e kujt na mëson shëmbulltyra e fikut, Jezusi tha: "Dijeni se ai është afër te dera." Në vitin 1948, dera e Ungjillit duhet të hapet dhe në atë kohë, Krishti, i cili do të vijë për herë të dytë, duhet të mbush 30 vjeç sipas profecisë. Për ta bërë këtë, kur duhet të vijë në këtë tokë? Nëse ai do të mbush 30 vjeç në vitin 1948, duhet të ketë lindur në vitin 1918. Ne duhet t'i shqyrtojmë me kujdes të gjitha këto profeci një për një. Kush është ai që na mësoi të vërtetën e Pashkës së beslidhjes së re? Kush është ai që rivendosi të vërtetën e ditës së shtunës dhe të 7 festave në 3 kohë? Ne duhet ta konfirmojmë gjithë këtë nëpërmjet profecive. Kush i përmbushi gjithë këto profeci? Është Perëndia Ahnsahnghong, ai që themeloi Sionin.